Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet Allahut, përshëndetjet dhe selamet Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të nderuar shikues të emisionit Miftinia Podcast, mirë se erdhët në këtë edicion të radhës. Ju faleminderit për ndjekshmërinë e çdoditshme që na e boni neve. Sot kemi kënaqësinë dhe një nder të veçantë që ta kemi një host të nderuar i cili po na vjen nga diaspora ose nga shtetet skandinave, Hoxh Basri Efendi Kurtish. Hoxh i nderuar, mirë se na erdhën në emision. Bismillahirrahmanirrahim. Njëherë faleminderit shumë për ftesën e nderuar Hoxh Ali Efendi. Gjithashtu du të falenderoj Miftiun e nderuar, Miftiun e Shkupit Qenan Efendi Ismailin. Gjithashtu du të falenderoj edhe raisin Haxhi Hafez Shaqir Efendi Fetaun, edhe ju falenderoj për këtë mirësi që ma keni bë dhe nderin edhe herë e parë që une publikisht ndal këtu në Maqedoni edhe i shpreh ato punët e mia që i bëj. O që ndëruar, kënaqësi është e inja që të kemi në Miftinia Podcast. Janë ullë ndoshta shumë njerëz aty, dhe me thonë edhe nga profesionet të ndryshme dhe nivele dhe shpjegime të ndryshme, por është e rëndësishme të theksohet dhe ta fillojmë së bashku bisedën inshallah. Për shembull kemi të bëjmë me një hoxh i cili është lind dhe është rrit në Danimark, edhe pastaj një hoxh i cili vjen edhe i krin mësimet e para të fesë në medresen Isabeu, pra një hoxh pikërisht nga vendet skandinave që formohet dhe me thonë në aspektin fetar këtu në vendin tonë, edhe pastaj përsëri kthehet dhe vazhdon jeta ati dhe shërbimi ati në Danimark. E vërtet, tash, une jam ndryshe nga hoxhallarët të vendit këtu, dhe ne në diasporë jena mësuar që hoxhallarët të vinë nga këtu, nga vendlindja, në diasporë. Por për fat mirë, jemi të edukuar nga shtëpia me traditat fetare dhe kombëtare, dhe e mora hapin që të vi këtu në Shkup dhe mësimet e para të mia ti marr këtu pikërisht në Shkup në medresen Isabeu. Dhe pas përfundimit të medreses, shkova në Saudi, në Mekë. Prej Mekë u transferova në Egjipt, në Kairo, ku e kryeta Universitetin e El Azharit, në drejtimin Usuluddin, bazat e fesë, në specializim dawa, dhe u ktheva në Danimark, e përfundova një master në psikologjinë përgjithshëm, dhe tash e përfundova para disa muajve edhe masterin e dytë në administrimin e bashkëjetesës ndërfetar në Evropë, dhe edhe temën që e kam shkruajt ka të bëjë rreth menaxhimin dhe si administrohet bashkëjetesa ndërfetar në Evropë, edhe e kam marrë si case study ose si studim shtetin ton të Shqipërisë. Dhe për momentin jam në Danimark, jetoj në Danimark dhe punë që i bëj të përditshme janë krejt në Danimark. Hoxh i nderuar, sa të ka ndihmuar kjo pjesë, ki lëvizje qytetërimesh në formimin tanë si hoxh, edhe pse ndoshta shumë mohabet i gatësh, por besoj që prej këtujt mundina diçka me fillu, sa të ka ndihmuar kjo pjesë? Une, Ali, para se me ardh në Maqedoni, kam qenë futballer. Edhe kam qenë një gjallë normal evropian, i rritur, i lindur, edhe me mentalitet danes. Edhe pse kemi pas të shtëpia traditat tona, fejen tonë, se unë babën hoxhe kam, që 40 vjet ai është një ndër imamet e parë në diasporë, Hafez Abdurrahim Kurtishi. Dhe para mendo, ti ish i lindur dhe i rritur me një shoqëri ku liria është diçka bazore, dhe të vish këtu, ta rifillosh jetën tënde, nuk ka qenë kollaj në fillim. Mund të hap një shembull.
Në Danimark, për shembull, në shkolla, mësuesi kur hin klas të përshëndet. Thot, mirëmëngjesi, edhe të gjithë na jemi të ulur, edhe ja kthejmë përshëndetjen. Edhe në Danimark nuk qohet kam fëmija për mësuesi që ka hi mrejna. Por mësuesi hi mrejna, përshëndet, ullet edhe pret që fëmijët vet ta nalin muhabeti. Unë kur erdha në medrese, dita e parë, isha i ulur në klasë. Hin profesori, unë kujdestore kom pas Rametliun, profesor Naimi. Hin profesor Naim Ferrati, Allah e më shiroft. Të gjithë qohan kam, unë i ulur i këshiri, që kanë të ba këto shok të klasës? Pse që në që kam? Ato më shifshin mu, që kanë të ba ki që nuk qohat kam? Edhe une bëj sikur që bëjnë sëmisa, qohëm edhe kam. Edhe une kisha problem mujnë e partë të mësoj këtë regull. Derisa një profesor jonë i nderuar më këshilloj mënyrë pakës rigëros, o ti gjallë, pse nuk qohesh kam ti? Apo unë nuk ti pse duhet më quen kam. Ama ato se dishin se jam i gurbetit, se unë këtë një mentalitet tjetër. Ta shkuptoje në qëfar bote ku më jetuar une. Qka është dallimi mes botës ku jam rritur dhe lindur dhe bota këtu? Në botën evropiane, ma saksisht në Danimark, njeriu është i lirë të mendoje, të veproje, edhe nuk e qënë kurkushi me zor me ba një vepër. Dhe për çdo punë parashtrohet pyetja pse. Ashtu i arritur ne në këtë mentalitet. Këto kur erdha, para mendo viti i parë, 16 vjeçar isha. Që do të më që kam? Unë e parashtroj pyetja. Pse do të më që kam? Thojshin, ashtu duhet. Ato shok të klasës, që kam pasri se mare, do të më që kam. Pse bet që kam? Unë vetëm për babën u që shmi kam të shpia. Kur hike baba të shpia, u që shmi kam një të shpia, deri sa ullë ke baba të shpia dhe një ullë shmi. Këtë tradit e kina mësot të shpia prej nanës. Por në shkollë, në sistem, nuk ishte ashtu. Këto, qa mund të kuptojmë një për kësaj? Mësojmë se, këto është një disiplinë kresisht ndryshe. Ka mundësit që u ka zhvillu, u ka ndryshu, por flasë për atëherë dimishet, ku u detyrojshë më u qunë kam, edhe disiplinë, heshtje, t'jesh kritik, të mendimesh, u konsiderojshë si një që nuk e don të mirën. E prish regullin. Unë e kisha dëshirë për herë me bo pyetje, edhe mund të përmeni edhe profesor Musën Rametliun, a i na jip ka akide në medrese, edhe a i mdojke shumë se unë për herë bësha debat me ta. Edhe kisha merak me bisedu, me kritiku edhe me parashtru pyetje, ku shok të mi, që ende i kam shok të afër medreses, në fillim shikojshin si një që është shumë ndryshe prej nesh. Unë ishaj i ndryshëm prej shoqërisë. E kur je ndryshëm nga shumica, konsiderohesh si pakistaner, ki hupet to. Si naiv? Si naiv. Navitet. E tash me kohën, vitin e parë, e kalova ashtu derisa i mësova disa gjëra se si shkojnë këtu, si janë punët, si janë zhvillimet, edhe ju përshtata, unë ju përshtata disa gjëra këtu për me e i kalu jetën time studentore 4 vjeçare që i kisha, por nuk i pranova gjithë shka që është për këtojt. E mbojsha ende atë mentalitetin e Danimarkës që ishte që ish i lirë në mendim, që ish kritik edhe të parashtrojsh në çdo pyetje pse, edhe tash në aspektin fetar. Esbab nuzul
Kur'an. Ajet e Kur'an. Se bebet për pse janë zbritur ajetet kuranore. Shumë ajete janë të zbritura pikërisht për pyetjet që janë bë. Edhe u ka zbrit ajeti kuranor. Edhe ti jesh kritik në mendim. Ti jesh kritik, domethënë për të mirën, jo për të keqen. Ti atëherë e zhvillon edhe jetën tënde, qëllimet e tua e kështu me radhë. Dhe kjo ishte ajo, por jam shumë falendërues që jam produkt i medreses Isabeu. Jam shumë krenar që mësimet e mia të para i kam nga këtu. Dhe themeli im është nga medrese Isabeu. Hoxha, po ka hajër dhe me thonë që kjo përzirje, po ka dobi, kjo përzirje e këti mentaliteti, e kësaj discipline që është të natë, dhe me thonë shkollat fillore që kemi pas ne, edhe që ki pas ti, u mendoj që për shembull në klasë ke dhonë një atmosferë krejt ndryshe nga ajo standarde që gjithmonë duhet dihet e profesori flet, nxon si flet atëherë kur ti jepet leje nga ana e profesorit. Mendoj që kjo ka luajtur një rol të mirë në klasë që disa tabu ndoshta janë thënë për ti, ama ti i ke thënë disa tabu për nxënësit tjerë për rreth, për shokët e tu. Shumë e vërtetë është se donëherë bëhet sebeb një që edhe të tjerë të shohin diçka ndryshe. Marrim sim prej pyetjeve tuaja. Po. E unë personalisht kam qenë edhe si person jam një që kam qef sfidoj. Tim sfidues. Edhe ato shokë që i kishe për rreth, për herë më shifshim ndryshe. Edhe sot e kësaj dite besoj se ato më shohin ndryshe, se jam ndryshe nga ajo që unë jam rrit ndryshe. Edhe normal, kur u përshtata, e arsyetoisha edhe pse jam ndryshe edhe pse ato tjerë mendojnë ndryshe për mua. Pse? Tash mund përmeni edhe arsyen pse ato kanë qenë ashtu. Se sistemi këtu ka qenë I tillë. Disiplinë. Hishtje. Mos me po shumë pyetje. Ta dëgjosh qetrin që kur flet, mos ti jesh kritik, se ashtu ka qenë sistemi i përgjithshëm. E faktore se bepe edhe pse është një muhabet pakës ma gjatë, por në Danimark fëmijët rritën me një mentalitet krejtësisht ndryshe nga ajo që është këtu. Tash fëmijët tanë këtu a kanë filluar edhe ato qenë si perëndimin në mendime, unë mendoj se po, se tash janë rrjetet sociale, fëmijët tanë janë kyqur drejt për drejtin na për YouTube prej kur i mbushin 2-3 vjet. Është kultura të ndryshme. Kultura të ndryshme. Dëmet të mëdha po ndodhin. Shohim fëmijë na për rrugicat, na për sokakat të Shkupit dhe mahallave tona, ku jetojnë ana këtu në Shkup. Flasin gjuhën angleze. Parashtrohet pyetja, anglishtën e kam mësuar të shkolla, të shtëpia apo nga YouTube-ja. Dhe ky zhvillim është me disa gjëra mund të thuash pozitive, por në përgjithësi nuk është pozitive. Se do filloje krijohet në të ardhmen një përplasje kulturësh dhe mentalitetesh mes generatës tonë ose më të vjetër me generatën e re. Në Danimark për momentin që unë jam generata e dytë konsiderohem, i lindur e i rritur. Ne kemi një kam këtu me mentalitetin e Ballkanit dhe me mentalitetin e Evropës. Fëmija jem ose nipi jem nesër, në qoftë se nuk e ma lidhen me vendin këtu, por rritet krejtësisht me mentalitet evropian, danezën në këtë rast, dhe nuk i ma lidhet me vendlindjen e shtërgjyshet ose gjyshet e tyne, atëre çka ndodh? Çka
mund t'i thojnë ati personit, a është mo shqiptar? Po danes. Apo danes? Apo, qka është? E qka është ma interesant, Ali Efendi? Kjo përplase e identitetesh, ne jemi duke përjeto generata e tytë, si une. Si për shembl, ne në Danimark jemi të integrum në sistem. Ne jemi në integrum edhe atë shumë mirë në sistemet e daneze. Por, të shpia, flasim shqip. Kur vim këto, jemi qka? Gurbeqar. Ose në gjuhën e popullit, aslander. Në Danimark, jemi të huaj, fëmijët të emigranteve. Edhe një si unë në këtë rast, ose një që ka lindë dhe rritur atje dhe ka pakës lidhe me vendlindjen e prindërve, parashtron shumë pyetje. Edhe elhamdulillah pi Allahut, kam qenë këtu në studimet e mia të para, edhe kuptoj rëndësinë se pse duhet me i majt lidhjet me lindjen e prindërve. Edhe elhamdulillah pi Allahut, Allahu na ka mësuar neve që ta kuptojmë mirësinë e këtij vendit këtu. Ta duajmë këtë vendit, por sepse kam ardhur me mëso. Jarësie, shtesë. Po. Edhe unë kur shkoj te xhamati im, ose me ato që punoj, va spjegoj këtë, që rëndësia e majtjes lidhe me vendlindjen e prindërve. Kjo është identiteti jonë. Kjo është tradita jonë. Kjo është mentaliteti jonë. Sot bota, çka është bota? Bota është e globalizum që jemi bë kushi me këtë globin. Si mendoj në bë kushi? Këtë informacionet e botës i kemi në telefon, në rrjetet sociale, i shohim. Edhe tash këto kulturash të huaj që hinë në traditat tona, e zbehin traditën dhe kulturën tonë. Por çka duhet me bo? Duhet me rrujt kulturën, traditën, duhet me rrujt atë identitetin që e ki. Fejen, po se po, ma e rëndësishme është feja, se duke rrujt fejen rruhet kultura, identiteti, gjuha. Dhe sot, në Danimark, krejt këto bëhen në xhami. O rruhet kultura, o rruhet identiteti, o rruhet gjuha. Na përmes shka? Xhamis. E xhamia ruan rolin jo vetëm e namazit dhe i dersave. Është një institucion që sot i plotson këtë kushtet për atë që kemi nevojë ne si shoqëri në diasporë. Hoxh Basri, interesant për shembull këtë pjesën deri tash që bisedum, cilat kanë qenë ato sfidat e para, do të kisha thënë kjo brumosje në për vendet arabe, tutë ne, edhe pastaj vjen kjo pjesa më e rëndësishme, pjesa e davetit, ose pjesa e thirrjes në fen, pikërisht në Danimark. Tash kthehesh përsëri në atë natyrshmëri që i rrit dhe e lind atje, edhe sa e rëndësishme është që një hoç që është rrit me kulturën atje, që ka përfituar dituri islame të bollshme, të bajegit shumë, dhe me thonë për edhe të ne, por edhe në tokat arabe, edhe pastaj si të ka pritë realisht, si të priti shtetit danes një kuadërt sikur se Hoxha Basri. Tash, një ndër sfidat kryesore është kjo që përmendëm, problemi i generatave që është duke ndryshu. Tash, ndryshimi i generatave sjell edhe problemet të reja. Edhe une, baba jam, pikëspari, e ka kuptuar rëndësinë edhe ka kuptuar ardhmen e popullit shqiptar në Danimark. Edhe ai çka ka bë baba jam?
duhet me quni gjallë me vazhdo këtë traditën, por tjetë prej këtojt. Prej Danimarkët tjetë. Sa aje ka kuptohë se të fillojnë sfidat të mëdhoja me generatën e rejtë që të vinë Danimarkë, ose që kanë lindur në Danimarkë. Edhe a i bëhet sebeb që unë shkoj me drese. Ta marrë mentalitetin tonë këto. Edhe mas atë bazën që e ko marrë këto, se kur e mëson njëri, kur e kalon një svit të Balkanit, vallaj, ku të shkojnë, bota e kalon. Nuk e ka problem. Edhe me shkurjen tim në Saudi, dhe pastaj, kam qenë 9 muaj në Saudi, pastaj në Egypt 5 vjet, e kisha ma kollaj. Edhe atë botë e kuptova, edhe atë botë e mësova, edhe atë gjë u diplomova. 3 botra ndryshe, për njëri qetrit. Ta shon puna ime me i marrë të mirat të kitë këtyne vendeve, edhe mi apliko në shoqërinë, ku jetoj dhe ku punoj. Të mira që i kimi na këto, unë mendoj se nuk i ka kërkunin botë, por vetëm duhet mi i zbulo, ose mi i hapë që ti ma prezencën e shoqërinë, cilët janë ato të mira. E para është se këto të mëson që ti t'jesh sabrli, dorimtar. Pse se jeta është i krijuar që këto ti pa tjetër me ba sabër. Dhe kush e merr sabrin prej këtohit, ti ku të shkosh në botë me sabër, me dorim, ti kalon. Allah është me dorimtarët. E kur imi ktheni në Danimarkë, pas studimeve në Egjipt, profesori im i dashur edhe ai ka ndroj jetë, Abdul Fadil Kursi, që na ka dhënë tauhid, akide në Kairo në Ezher, më kujtohet si sot na drejtohet neve që ishmi të jashmit. Ju pas përfundimit të universitetit, çka do bëjni? Edhe ne si student i ri, fluturojshmi me mendon herë. Thojshmi, ne dhe bëjna kështu, dhe bëjna davet, dhe bëjna dhe hapna xhamia, dhe kthejna njerëzit në fe, e di do më thonë, mendimet ndryshe prej A deri në Z. Unë ishe nga Danimarka, kishmi student që ishin nga Britania, nga Franca, nga Spanja, të Egjiptit, Vendit, Tunisit, Marokko, nga këtë bota. Mas shtetet e Afrikës ishin shumë pi Malit, pi Senegalit, Ganës, e kështu me radhë. Krejt i ipshmi mendimet tona. Edhe më kujtohet tash fjalë të profesorit ton, edhe na thotë kështu. Ju kur të shkojni aty prej Kaini, pa më parasysh ku. Në 5 vjet, ju vetëm rrini. Mos bëjni asgjë. Thot pse? Fëmia kur lind, ai shishet e para çka janë? Dëgjimi. Ju vetëm dëgjojni çka ndodh në atë vend ku të shkojni. Edhe në qoftë se jeni lindur dhe rritur në atë vend. Vetëm dëgjojni. Pas dëgjimit fillojni shikojni. E ma vonë, mas 5 viteve, fillojni edhe atëherë bëjni davet. Që do më thonë kjo? Kjo është fjala e madhe. Atëherë valla, nere, unë kom kry fakultet, kom kry Ezher, jam Ezheri. Qërësia duhet me mush, me kallzo ders, me punu. Ama realitet është, Ali Efendi. Ti ki kry një universitet. Ama kur vejnë punën praktik, ti ki lezo librash. Por kur vejnë punën në praktik, ndryshon muhabeti krejt. E atëherë fillon sfidat Ali Efendi. Kur u skeva në Danimarkë, mas studimeve të mia, përveçisha për 10 vjet, po. Po, tim e 15 e kryta. Kur u skeva në Danimarkë, generata e vjetër ishte. Generata ime janë rritur, kanë filluar martohen, bëhen baballar. Generatat që janë teenager, motion, pubertetit, pastaj janë ato të fëmijët. Unë gjën e parë që arrita me kupto, ka 3 lloj botrash. Bota e babës,
vjetër, ato që kanë orë për 60-at, 70-at, 80-at. Bota jo, unë që kemi lindur, por kemi një mentalitet pakës këto, pakës aqe, edhe bota që janë fëmijët tanë, që janë pastër, vendalit atje. Thash, si me aplikon ne tash punën fetare këto në këto 3 lloj. Ta jap një shembull çfarë kum përjetonën në fillimet e mia. Fillova me majt hutbet e mia në gjuhën shqipe. Në xhamia vëlla, vetëm me të moshuarit. Rinia s'ka. U ju drejtohëm atyne që ishin pakësh më të vjetër. Kur s'ban me fol danezisht në xhami, vetëm shqip. Edhe ato më shifshin mu si një që provon me prish rinin. Ka arki pikajros tash me ne prish rinin. I thoshe babes tem, çka të bëj be këtë, te e shef se ka nevoj. Babe më thot Basria, ki mu mëso. Babën e kam vet njërë që mi kam mëso të gjëra, hiq pa mi thonë me fjalë, por me vepra. Atë kimi mëso. Provojshë të komunikojshë me akresin, hajde ta ndryshojnë në gjuhën daneze, jo. Deri sa i në konë të xhamia vjetër, vetëm shqip. Ama rini s'kishmi shumë, pak s'kishmi. Vishin rinia në derset edhe në mësim që i kishmi javoret, vikendet. Por kur hinëm në të xhamia ri, se kemi marrë xhami të ri që 3 vjet, xhamia e madhe. Unë çka bona, u thë xhamot. Dhe ndryshojna pakës. 15 minuta hutben shqip, 5 minuta danezisht. Xhamia shumë e madhe, 25-600 vete ize. Një ndër xhamiet më të mëdha në Kopenhagen është. Tash xhamotja e pranoi, ama e kisha atë problemin. Se e thëjnë, ki antone e drishorinin. Qa bona une? Kadal. 10 minuta shqip, 10 minuta danezisht. Xhamia sot 80% është rini. Rini shqiptare, po ka dhe të tjerë, por rinia 80% të xhamat që kemi sot të xhamia janë rini. E tash ndodh problemi. Çfarë problemi ndodh? O hoxho, ta i ma sham danezisht fol, se sa shqip. Ama unë e vu dritohëm, për nipi jo s'kupton shqip. Qëka ti bëj unë e nipit, të thanë? Valla, o shki faj. Qëka bëj unë? Shqipën kurës nuk e hekin nga hytë besat jem gjallë, por të tirohën pa qitër me folet danezisht që të kuptojnë edhe qirtë. Edhe unë në hytëpët e mija, e bëj shqipë dhe danezisht, që edhe ato të vinë gjatë derset javore që i kimi, në gjuhën shqipe dhe gjuhën daneze, dhe në vikend fëmit i kina edhe që mësojnë në gjuhën shqipe. Xhamia lun rolin e rujtjes së gjuhës shqipe. Bëjmë aktivitete. E kjo ishte sfida e parë. Sfida tjetër, çka ishte? Sfida tjetër, foli për këtë bëhet fjalë këto, për sfidat mentalitetesh, bot kuptimeve. Puna e martesave, Ali Efendi. Nuk shkon më puna me shkushëllek. 95% të martesave, mos to ma shumë, nuk bëhen më me shkushëllek si për para. E ka gjithë dikuni. Vajnë papat e xhamia. Gjali e ka gjithë dikuni se pranoj gjalin të shpia. Çfarë problemi kina ne tash? Duhet me bën një çojnë. Problemet të gjuhës shqipe, s'din shqip me fol, nuk flitet shqipja modna për shpia, flitet gjuhën daneze. Prindërit tanë kanë jetu me atë bot kuptimin, Ali Efendi, se do të thkehen këtu. Edhe krejt investimin që e kam bo këto. Investimin e jetës këto e kam bo. Atë shumë kanë punu për vendlindje, sa që vinkeq me e thonë një realitet, i kanë haru fëmijët pakës. Janë thonë shumë mas punës. U bo viti 2026, kur ato i shofin fëmijët e tyne, metëm së në shkum të poshtë.
Qa ka ndodh, qa po ndodh tash me shoqërinë tonë? Tash i sjell mi vetëm në kufoma. Një realitet i hidhur. Henez generata e jonë, në Skandinavi, imi duke bo një formim shoqëries. Ato kanë bo shumë punë të mëdhoja, por Me preteksin dhe kthehen, me preteksin dhe të kthehen hajt se e kjo pak e ka ngadalsu, o gjë për shembull, atë çështjen e formimit, aty ku jetojnë ju, që është ta çka ka ndodhur Ali Efendi? Rinia ose e kanë marrë plotësisht mentalitetin e vendit, edhe e kanë harruar rënjet e tyne, ose ka ndodhur ekstremi tjetër, shumë i lidhur me këto e ka harru vendin atje. Ka shumë raste të tilla. Në aspektin e përgjithshëm, këto që janë lindur e janë fokusuar atje, kanë arritur shumë. Shqiptarët kemi arritur shumë atje, me shkolla, me magistratura, me doktoratura, në për pozita të larta shtetërore. Ku të shkosh ti gjen rini shqiptare sot. Është një krenarie e madhe. Por tash hajt bëm një kritik sikur që e tham në fillim. Se unë jam sfidues në mendimesh. Sa shqiptarë është ki? A din shqip? Jo, valla, s'din shqip. Nuk flet shqipaj. Në qoftë se dikush e haron gjuhën, sa përqindje të identiteti hupet kur njeriu e hup gjuhën? Dikush e thot 80%. Se gjuha është ajo që ti jep identitet. Kur ishe student në Kairo, ambasadë e Shqipërisë na thirrën për manifestimet që i bëjshin ato. Dhe në Egjipt ka shumë shqiptar, por asnjëri nuk fliste shqip. Ne foshim arabisht me ato. Edhe tash parashtrohet pyetje, sa shqiptar ishte ai? Pikuan në Muhamet Ali Pashës se kështu më radh, familje bretërore shqiptar që kishin sundimtar të Egjiptit. Shumë shqiptar ka, dhe sot e kësaj dite ka shumë shqiptar atje, ose në Turqi, ose dikun tjetër. Ka dikush që e din, ama janë pakic. A ka mundësi kjo të na ndodhe? Ka mundësi. Tash një qimi perëndim. Shikojnë një shqiptarët tonë që jetojnë në Australi. Sa vinë këto? Që ndodh me ato? E tash, puna jonë është që ne ta mbajmë kot, ta harrojmë kot edhe investojmë shumë në këtë punë dhe duhet fëmijët tanë që janë atje ta bëjnë këtë hap që e kom bërë dhe une, kom marrë këton kom mëso. Por ta di edhe mentalitetin atje, të jetë integruar në sistem, të jetë pjesë e shoqërisë. Të jetë pjesë e shoqërisë, për shembull në këtë rast unë të jem pjesë e shoqërisë daneze. Unë se në hik, unë jam mirënjohës shumë i Danimarkës. Se mi ka dhënë disa gjëra që s'u kisha marrë kurrë në botë. Arsimin pa parë, vëlla. Spitalet kini një strukturë shoqërore atje se në gjin kurrë në botë, unë kum shatit plot venet e botës. Mu ka dhënë mundësi me punë, me aktivitete që edhe kështu më radh. Në për konferencë kum pa shumë venet e botës. Por realiteti është realitet. Si strukturën që e ka Danimarka, do më thonë struktura shoqërore, të jetesës, të respektit, nderit, nuk e ka kurrë në vend, kurrë në botë. Si Danimarka kurrë se ka në botë, ose si shtetet skandinave në përgjithësi. A ka sfida, ka islamofobia, ka probleme, po këto janë gjërat të cilat janë aktuale. Ne kemi edhe në shoqërinë tonë. Po unë të kallëzoj drejt se më përmene Ali Efendi. Subhanallah, kur vi këto ndonjëherë se Shkupin dallon, se unë e shoh Shkupin si një vend, ose në përgjithësi Shkupi, Tetova, Gustivari, Kumanova, këto janë 4 qytete ku Islami është në thellë në familjet tona. Edhe në Kosovë, Shqipëri, por islamofobi në mesin shqiptarëve tonë, këtu në trojet tona shqiptare, Maqedoni ku jetojna, nuk ekziston çfarë. Por kur shohim mediat në përgjithësi, na vin keq se sulmohet Islami më shumë se sa Evropë, vallahi billahi po. Që të kuptosh se këtu kush e di se sa islamofoba ekziston. Danimark ti e ki normal me dikush që dalë ta shohë fen. A mlodh mu? Jo, vallahi s'mlodh.
Pse? Se ligji ai gjet mbron. Edhe ai që del edhe fillon damton, ai të folë, vjen të folë valla. Pse as kanë folë ato, po a ka më folë, do folën pra, do provojnë. Do lodhen. Po Islami është i mbrojtur prej Allahu xhaleshanu. Ne jemi vetëm pikat shkaktarë, sebeptarë që me çu një fjalë të Allahut në vend aty ku duhet me thonë. Allahu e ka rujt këtë fej. Po dënimor kanë shet me të vërtetë i mirë. Se të ka lejo ty me bë xhamia, me hap shkolla, me punu. Kur kushi nuk na përzin xhamia. Vallahi bile nuk na përzin kur kushi në xhami. Këtë varet të ne vet sa punojna, sa e dojna fenë, sa dojna me rujt identitetin. Se shteti dënimor këti paramendo Efendi. Dënimor këti ki mundësi me shku në shkollën publike me mësos gjuhën shqipe. Ti kish mbi, nuk jam i sigur tash, a 10 fëmijë, a 20, a 15, se mbaj mend saktësisht numri i fëmijëve. Ti kish ti për shembull një numër të caktuar fëmijësh, shkolla e pagon mësuesin që ta mësojë gjuhën amtare. Kush ta ban këto Efendi? Ndoshta të vendion kena kësillësh probleme edhe të lënda fetare, për shembull që nuk tjepet, është vetëm një vit që tjepet mundësia që ti të mësosh domethënë aspektin fetar. Këshire se ma kujtohen disa gjërat në Danimark. Në xhamia jonë, Danimark ka marrëveshje me shkollat fillore që i kemi pareth. Janë 4 shkolla fillore. Marrëveshje që kur kanë mësim besimi, se kanë edhe të lëndën fetare, ato ku mësojnë për këtë fejt. Kur kanë për Islamin, vinë të xhamia jonë. Edhe une, visha me gjypen, me shallin. Edhe shpjegoj për Islamin, që ka bëjnë në xhami, aktivitetet, dhe i lana fëmijë të lirë me bë pyetje të lloj-llojshme. A e kupton Ali Efendi çfarë lirie i ka dhënë fëmijës? Ka raste që këtë fëmijët janë danes. S'ka asnjë musliman, ka raste plot. Une kam ftesa të shumta atje, me shkuna për shkolla me majt ligjërat fetare. Shkuna për shkolla. Unë jam bëjnë ftesë. Jo si program shkollor, por shkollat bëjnë ftesë. Kina nevojë për më ardh një teolog, hoq, i cili e din fejen, por e din edhe sistemin, kulturën tonë, edhe tjeta të bëjnë një fjalime edhe me na shpjegoj do pun pak më ndryshe. Edhe tash kjo është sistemi ku jetojnë ana. A ka sfida tjera politike? Po ka. Ato janë aktuale ku të shkosh në botë tash. A ka islamofobi? Ka parti politike të cilët kanë ndryshuar gjuhën e tyre kundrejt muslimanëve. Përpara ka qenë më indirekt, tash direkt. Ka këto sfidat, por janë pjesë e jetës dinamikës. Është edhe ne duhet me idealizot fejes tonë, edhe plus tash ne jemi integruar në sistem. Ne jemi me edhe me identitet danes. A dojnë me thonë, as dojnë me thonë, valla realitet është realitet. Ne kemi një identitet atje. Fëmija jonë kur rritet me frymën daneze, por musliman, me traditë shqiptare, me fej musliman, me identitet danes, ama me preardhë shqiptare. Tash jemi plot identitetesh, kemi vetëm një lloj. E tash, kur rritesh ti në atë sistem, ti e njeh edhe ti duhet me ditë edhe sfidat e din, edhe çdo shoqëri ka këto. Por e mira është se ligji të bron atje. Ligji të bron. Ligji është i barabartë. Edhe e shoh se për shembull ligji shtetëror atje ka raste ku edhe personi mund të fitojë edhe shtetin kur del në gjyq. E shef se njeriu atje donëherë ka më shumë vlerë se dikush tjetër që mund të jetë në pushtet. O zëndëruar, për shembull të kthejna pak të kjo pjesa tjetër, të pjesa e xhamis, roli i xhamis pak të thorazin e prekëm këtë çështje se xhamia luan një rol të rëndësishëm në shoqërinë atje. Por shkurtimisht domethënë tash keni dalë me një xhami që është ashtu siç e përmendët, një xhami e madhe e cila ka nevojë që të plotësohet programet e kështu me radhë.
sa luan rol, cilat janë aktivitetet më të theksuara brenda asaj xhamie për shikuesit tanë, për ata që nuk e njohin, domethënë Danimarkën. Unë para se me fillu për xhamin konkretisht ndu një kronologji historike me thonë, me kallëzo pakës për shqiptarët e Danimarkës. Se si kemi ardhur deri ku jemi tash. Është vërtetome se shqiptarët parë, imigrantët parë shqiptarë që kanë ardhur në Danimarkë janë prej vitet 1960-at. Dikush e thot 63, 64, 65. Vitet 1960-at. Personi i parë e kam prej babës, kam edhe dëgjuar prej ato që janë sot tek se dite gjallë Danimarkë, është Haxhi Abdul Mejid nga fshati Nerash të Tetovës. Pastaj është një, ja kina haro emrin, nga Resnja, edhe një haxhi tjetër që kanë ndruar jetë nga Slatina. Këto kanë fillu kada mi sjell familjarët e vet 60-të, 70-të. Shqiptarët e parë janë nga ana e Tetovës, forna për qytetit Tetovës deri në fshatin Jazhinës, kufi me Kosovën, këto katonet Jazhinës, Nerash, Dobrosht, Odri, Slatin, Gjipshisht, se kështu më radhë, to janë shqiptarët e parë që kanë shkel Danimarkën. E pastaj gjithashtu vëllezërit tanë nga Resna, Prespa, fshatrat shqiptar edhe qytetit ato shqiptar që jetojnë atje, Shkupit imi shumë pakës, Kumanovës ka pakës edhe të Preshevës. Këto janë komuniteti jonë shqiptar në Danimarkë. Gjematin kryesisht 95% i kemi nga ana e Tetovës. Katone si i përmena, Dervenit Tetovës, dhe pastaj kemi pjesës tjetër, Qallapek, Miletajn, këto që kufizohen me Gostivarin. Kemi edhe vëllezërit tonë nga Kosova, por janë më pak për shkak se jetojnë në për qytetet tjera, jo në Kopenhagen. Ato që jetojnë në Kopenhagen, kemi pjesë të xhamisë. Shqiptarët tanë erdhën në vitet 60-të, 70-të. Në vitin 73, Danimarka nal kot marrëveshjen imigrimeve punës, forca punës që vishin prej Jugosllavia atëherë. Edhe ato që metën në Danimarkë fillon t'i marrin gratë dhe fëmijët prej këtojt. Të 80-të. Në vitin 1983 vin babajem me ftesë nga xhamati që kërkojnë imam, babajem shkon në Danimarkë dhe fillon nga hiqi, nga zero, tubimin e shqiptarëve në Danimarkë. Para asaj janë falë disa në për podrume, në për panesa. Do më thonë një organizim fetar vetëm me kalu për shkak se kanë ardhur me punu, me fitohen, me kthej prap. Qëllimi me u kthej, jo me net. Po. Edhe baba jam, kur vin në Danimarkë të 83-ën, bëhet institucioni i parë fetar shqiptar Danimarkë, por mund të them edhe në këtë Skandinavin. Fillon organizimi i shqiptarëve, në xhami, zhvillohen, shtohen, edhe fillojnë me kuptu se mo këthim prapa s'ka. Fillojnë ta kuptojnë këtë. Edhe pse babam deri vitin 1990-93 kam menduar se të thkehet. Pikërisht për këtë shkak ne kemi tokën Kondov. Jetojmë Kondov, shtëpia në Kondov. Se babam në jetin se është hafiz i Kuranit edhe diplomum edhe i ka kiraitet e kryme në Egjipt. Edhe është profesor shumë i fortë i Kuranit dhe i din kiraitet, leximet e Kuranit, lloj-lloj edhe në jetin aty ka qenë e ban punën që ka pas me ban në Danimarkë edhe thkehet Kondov. E pastaj pi Kondovët mund bëhet profesor në medrese ose në fakultet atje. Në jetin njeriu. Për xhamati nuk e le të thkehet. Se nevoja për me pas imam ka qenë shumë e madhe. Edhe baba jam deri atëherë, më vonë ka fundin 90-të, vjen edhe hoxhallar tjerë, hapen xhami të tjera. Sot kemi 3 xhamia shqiptare në Danimarkë. Edhe ka mundësitar me bëhet edhe 4 edhe 5 edhe 6, këtë varet sipas nevojës edhe sipas zhvillimit të shoqërisë. E ne para 3 vjetëve morëm një xhami të re, elhamdulillah pi Allahit, dhe vazhdojmë këtë që ne kanë lënë të parët.
Ne vetëm vazhdojmë. Mbi temelin që ne kalon ato. Sfidat që I kam pas ato si kimi na. Çfarë sfidash? Ti para mendo ti ish imam I emigrantëve që kanë ardhur në Danimark. Ato janë kanë fshatarë të fshatrave, të Tetovës, Shkupis, Resnit, Presh, pa më parasysh ka janë. Kanë ardhur me punu, me fitohë dhe me shku. S'kan pas gajle feje. Por ka kanë një grup fetash ta krym gjumajën. Mos metim pa ato obligime të bas. E qetra është edhe sfidat kombëtare. Bashatërien kanë edhe ato lëvizjet kombëtare në shoqëri. Këtë diaspor ka ndodhur. Edhe për atyne ka pas që janë kanë kundër fejes, Ali Efendi. Në Evropë kam pas shumë shqiptarët tonë që janë kanë kundër fejes gjithashtu. E tish imam me një rreth hiqi, zero, as s'ki pas ku me flet, as ku I pas ku me shku, as s'ki pas lidhe shoqërore. Edhe baba jam në këtë rast ka qenë nga Shkupi, jo nga Tetova, vinë me një shoqëri që as lidhe familjare s'ka. Se kretë gjëra shkojshin me anë të familjes, por e kanë mirë prit, pa me them shumë, e kanë pranu, edhe ma atë shoqëri që sot e kësaj dite shumë për e tyne ende janë gjallë, e krijon bashkinë islame shqiptare në Danimark. Pre atëherë Ali Efendi, 1983 u zhvillu e banën institucionin, krijon kryesi, kam punu për shoqëri, janë kon sfidat kombëtare atëherë, të gjitha gati bazën kanë xhami. Aktivitetet kombëtare të xhamia kanë pas. Aktivitetet shoqërore të xhamia. Aktivitetet që kanë pas nevojë shoqëria këtë xhamia. Fakt të kimi, edhe din të gjithë shqiptarët në Danimark e din këtë. E tash, këtë tradit u vazhdo deri frikë, e tash nevoja kërkon vetë që ti të zhvillohesh. Nevoja, situatë, edhe duhet me shku si pas nevojës të përshtatet, mos për dal nga bazat që I kimi, fejes, por zhvillohesh me kohën edhe ta zhvillohesh në aspektin pozitiv që I përshtatet shoqërisë edhe mos milon generatet e reja pas dore. Por, ti rujna, ti majna edhe ti kontribojna. Këto janë kanë sfidat edhe zhvillimi jon si xhami. Edhe sikur që e përmenu më herët, tash jam aktiv në shoqërinë në xhamin tonë të Danimark, por edhe përgjithësi në xhamatet tjera, jo vetëm të shqiptarë, jemi edhe aktiv të xhamatet tjera, kemi marrëdhënie me krejt të mira, elhamdulillah pi Allahit, e kemi kuptuar se duhet punohet te xhamia. Çka kena bërë te xhamia? Namazet 5 vakte është diçka normale. Nuk është diskutueshme. Nuk është diskutueshme, duhet më bëhet. Gjumaja është shumë e rëndësi. Edhe gjumaja ne e përshtatemi nivelit shoqërisë të rinisë. Nivelin si gjithashtu atyne të cilët janë generatës vitër që I dojna, I respektojna dhe mos ishin kon ato në si ishmi kon sot këto. Edhe ato që vinë. Edhe du të me përshtat dersin në 3 lloj kategorisë njerëzish që kemi në xhami. Gjëja që ne kemi në mirësi sot është aktivitetet e gratë. Deri frik borët prap kina pas aktivitete imi takuar, kina pas mësim besim, ka derse kështu më radh, aktivitetet kombëtare, fetare kështu më radh, më gratë hiç. Ka pas edhe para disa vite, por tash e kemi bë brenda institucionit. Ku gratë sot me mualimin, që është bashortja ime, ka bin 100 gratë që mësojnë. Ka aktivitetet e shumë të sa që do njëherë thojnë, subhanallahu kanë me e marrë xhamin gratë. Se shumë aktivitete kanë. Edhe zhvillohen, edhe bëhen, edhe nevoja për të gratë ka qenë shumë më e madhe se nevojat e burrat.
Tash aspektin fetar aktivitetet shumëta, ders, mësim besimin, fëmijë kina rini, kina aktivitetet e lloj-llojshme. Kina gjithashtu mësime gjuhën shqipe. Që pak e rëndësishme. Bile shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Kina aktivitete në ditët kombëtare që i kemi na, 28 nëntorin. Fëmijët tona ditë. Aba xhamiu ka bë këtë kuqezi. Po çka ka të keqe? Është tradita e atij populli. Ky identiteti jonë është. Do të më di pika e kanë preardhje. Bëjnë aktivitete të tjera. Gjuhën shqipe, ndonla, jashtë xhamisë, brenda xhamisë. Çfarë bëjnë në aspektin e shoqërisë janë këto, aktivitetet fetare dhe kombëtare. Në aspektin nivel tjetër, vjet e patëm konferencën ditëtor në forumi musliman dhe krishter, ku patëm konferencë dhe liderët kryesor të këtë Danimarkës musliman dhe krishter erdhën te xhamia jonë e kina marrë konferencën. Kjo është një arritje e madhe në këtë aspektin fetar. Qa kina te xhamia tjetër? Kina marrë debate të ndryshme fetare akademike. Debate mes imamit dhe kryepriftin e Danimarkës. Qa kemi pas tjetër? Shkollat, marrëdhënie që kemi me shkollat fillore, të mesme. Studentët të Universitetit të Kopenhagenit që janë në fakultetin juridik, vijnë, elhamdulillah, edhe të xhamia jonë, i shpjegojnë usul fik. Vëmsojnë edhe fikun, se ato kanë lënd fik, kanë mësime e zirë në universitet ose në fakultetin juridik. Në kina mëso të xhamia, disa studentë usul fikin që e kanë pas pjesë programit të tyre studimor në fakultet. Edhe këto pastaj kina një herë në vjet i kemi hapjen e xhamis për të gjithë. Vinë krejt lloj njerëzive. Vinë xhami. Shohin xhamin. Edhe bëjmë turi far pyetje. Çka sta merr mendje të bëjnë pyetje? Vjen dikush që vetëm të provoko. Vinë. Do të më pas, do të kanë gati. Rinin e kemi shumë aktiv në xhami. Me të vërtetë, Allah i rujtë si shumë aktiv i kemi rinin. Kryesin e mirë i kina, shumë kryesin e mirë, që ju ka përshtat xhamatit dhe shoqërisë. Edhe për shkak që kemi kështu rinin edhe kryesin e xhamatin, unë jam hoxha, po kemi edhe hoxhallar tjerë në xhamin tonë. Nuk jam unë vetëm unë aty, është baba jam, është edhe Molla Idrizi, i kemi disa talebet tonë që gjithashtu na ndihmojnë në xhami, nuk jam vetë unë, se s'nim ri këtë vetë. Vërtet. Edhe në aspekt gradi kemi edhe bashortën që elhamdulillah pi Allahit, Allahi na mëson që të zhvillojmë të harrojmë këtë që kemi bë deri tash, edhe të zhvillohet. Këto janë punë që i bëjnë në xhami. Edhe u ka bë vend shoqërore kur vijnë njerëzit edhe kalojnë ditën. Të keni edhe një vend për më gojë dert. Edhe nga krejt kësaj e kemi edhe zyrën e konsultimeve. Këto është interesant, Ali Efendi. Këto vijnë rinijat e aga hoqit. Të hoqja vijnë. Zyra e konsultimeve. Çfarë roli lënë ato? Te zyra e konsultimeve unë jam aty pse kam edhe këtë psikologjinë, edhe këtë kujdesin shpirtërore si profesion. Vijnë edhe konsultohen me mua me lloj muhabetesh. Aty e shef se ku i ki rini shoqërinë. Aty e kuptoj unë sfidat, problemet që i kemi na si komunitet. Edhe problemet janë të lloj-llojshme. Ku tash roli im si hoq, si teolog, ose si një profesion që e kam edhe kujdesin shpirtërore, ku e kuptoj se çfarë probleme kemi na si shoqëri. Elhamdulillah pi Allahut e kemi këtë zyre, do më thonë të xhamia, të zyre të xhamis, vëjnë konsultohen njerëzit, e shfaqin problemin që e kanë, që edhe unë nuk e kam lehtë me dëgjoj të gjitha problemet e njerëzve. Sa është me të vërtet një mbar, por elhamdulillah Allah më ka dhënë sabrin që e kam mësuar këto. Piktojt. Edhe aty i
i udhëzojna, vundimojna, e qa kimi qetër për shembull ati, të zyret konsultimesh, problemet mes qifteve. Çift për short. Me e ditë sa ka kështu probleme. Probleme mentalitetesh, vjen dikush që thotë, o hoxho, a be baba nona kështu, unë e kështu, çka të bëj? A be kështu, unë e kështu? Baba u ka mësuar me sistemin që e përmenëm herë, me kanë rigoros, me kanë me disiplinë, me hesht fëmija. Fëmija këta u ka mësuar me lirin. I drejtohet babës, o babë, çka i tu thonë? Baba e thonë, he ball, unë kam drejt. Ki thot, qa tu ba ki qështu, pse më thot ashtu ki mu? Ki baba thot, ki fëmija jemu ka halakat këtë kament. Problemet ndoja. Ku të gjenë rrugdalë, vëjnë të une? A bë ti hoqë ti ki lidhe me këto pleqë tonë? Zbuti pak. Hajde fot pak e se qka në puna kështo. E di, fona për aspektin aktiviteteve. Në shumë rase kanë këto generatës vjetër të drejt, edhe këto kanë të drejt. Tu di kanë të drejt. Se jetojnë tu di me dy botra ndryshme. Që ka ditë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur vajnë këto di shok që janë konë në udhëtim, njëri ka marrë temum, tu di kanë marrë temum, kanë falë namazin, këtu hecë në gjenë ujë. Njëri thotë, du të me marrë avdes. A që dhe thotë, jo, unë e ku marrë avdes, e ku marrë temum, e ku falë namazin, du të me përsit namazin. Ki thotë, jo, kina gjitë ujë, du të me marrë avdes. Shkojnë të pejgamberi alayhis salatu wassalam, ja Rasulullah, kibe thot se me temum mjafton edhe në qoftë se gjene ujtin ma vonë. Ka tamam, ama unë e ku më thonë se duhet me përzit namazin, kemi gjithë ujtë, me mor avdes me fal namazin. Pejgamberi thot, edhe ti ke mirë, edhe ti ke mirë. Në këtë rast unë çka të metodë, por edhe ti ke mirë, edhe ti ke mirë. Pse? Edhe duhet me kanë i aftë, mi kupto tu di botrat me kriju një mesatare. Një urë mes atyne që është mesatarja. O gjallëkum ummeten wasata. Allah na ka kriju ashtu, edhe me bo. Ka lloj raste, Ali Efendi. Lloj raste që na shkon gjithë ditën sot me shpjegoj punën e këtyre konsultimeve që kina, por me të vërtet kanë probleme. Që është problemi tjetër, që është mund të përmini këto, që t'jim pak edhe kritik, kese kina muhabet edhe për dikant tjetër që mund të bisedoj këto punë, martohen me identitetet tjera, nacionalitetet tjera më falë, martohet të rinjë tash me nacionalitetet tjera. Para me ndo, Ali Efendi, prinder të shpija, dëgjon, ai këtë jetën e ka hargju për këto. Vajnë fëmija, të to bab, unë dhe martona me Allahu Alem, me filon, me nacionalitet këtë tjetër. Qka i ndodh ati prindërin e krije? Qa i ndodh? Ai shok, edhe se pranon, edhe fillon problemi. Deri në këtë moment, se ka menduar kur së ndodhe një gjaj e tillë. Dhe vëjnë gjallë, ose qika të po pune, e kumë që e duni kanë qeter. Qërë problemi ndodhë në atë shpi? Para me ndo. E në këtë rast, une hinë mes. Qa kimi këshillu? Loj këshillësh. Loj këshillësh. Bazën në islam. Se me majtë bazën në kompë, ti prish familje, bëhat shkatrimi shpijes, i riu se kupton këtë, se kupton babën e vetë, se kupton anën e vetë. Se folë danisht, sa për mene? Ai folë danëzisht, menen... Shkollën atë? Du më thonë, mentalitet këtë qeter. Fillon problemet mes atyne, edhe unë atje e luj rolin e qëtësuesit, mes dipaleve, mes fëmijës, prindërve, ato të cilët na kontaktojnë. Ka raste ku prindëri të refuzon, thotë s'ki që ka mu përëzin e punë të mbreshme, fëmija këton kam problemet më dhoja. Hoxhot, son puna jote, puna jema është. Unë e drejtoj. Çka ndodh, nuk shkon një muj fëmija hik. Hik shpijes.
E masën e prap, elhamdulillah, që drejtohen të neve, mu jam i gëzuar se apet drejtohen Problemin edhe sot të ju. Edhe ne dimojna, ina vetëm dimus, këshillues, edhe me arrit me kriju një farloj mirësjellje mes njerëzve. Hoxhë nderuar, pjesën e fundit ja pak e rëndësishme dhe inshallah do ta përmbyllim si emision. Është çështja që të lëm mbreslënje, domethënë kur ndëgjon që për shembull vizitoni shpesh edhe do ta kisha shtitur në këtë grup edhe spitalet, por edhe të burgosurit, që është një pikë jashtëzakonisht e rëndësishme për shembull edhe të ne, edhe për të ne flas që na mungon një gjë e tillë, që për shembull na del ta zona ndoshta një në spital del edhe më i sëmur pastaj me probleme shpirtërore, por edhe një i burgosur ndoshta më pak ka marr mësim nga burgu, kur del jashtë ndoshta nuk e ka luajt rolin në burgu atë për çka dha ai ka him brenda. Shifët që neve si shoqëri na mungon tepër kjo shumë. A te ju është aktuale kjo pjesë, edhe më intereson për shembull se si e prest edhe bota jo, por ata që nuk besojnë, ata që janë jo musliman, punën e juaj në për ata vende. Unë Ali Efendi punoj, domethënë puna ime e përditshme, domethënë prej mëngjesit deri mas dreke, është si imam ose chaplain, kapellan, kujdesi shpirtërore bëjna për burqet e Danimarkës. Atë punë e kam, unë punoj këtë punë. Edhe jam i profesionalizuar në këtë drejtim. Danimarka i jep shumë rëndësi kujdesin e njerëzve. Është interesant, Ali Efendi, njeriu respektohet, nderohet. A je në spital, apo i e në burg. Këto e ndi vende ku njeriu është në hall. Kur në spital, për këtë një smundje. Kur në burg është për të një punë që e ka bëq, që u ka dënu për atë punë. Domethënë edhe këto në hall, edhe këto në hall. Edhe pse është në atë gjendje që është, shteti thotë diçka, psikolog është. Psikologi, çka bën psikologi? Psikologi mirret me pacient. Edhe web atyne barna, uzon, këshirë. Do më thonë, një problematik. Edhe disa gjëra janë më të kufizuar me psikologën ose me pedagogën. Pa më parasysh se kush punon në këtë sektor. E shohin se njeriu shpirtëror, në këtë rast, hoxha, prifti, ja opi një kënvështrim tjetër atit burgosurit. Të skemi pakës ta kuptojmë botën e të burgosurit. A e ka bo një vepër. A i dënohet. Dënohet me 10 vjet, 15 vjet, 8 vjet, Allahu alem. Por kur hinë në para burgim, ajo është 23 orë vetë. Vetë në atë dhomën. 23 orë vetë. Së në takon kërkanin. Çka ndodh kur njeriu izolohet? Edhe në qoftë se është në liri. Fillon troni punoje, mediton. Mendimet i shkojnë prej lindjen e Perëndim. Edhe një që ka bërë një vepër jo të mirë, ai krijon urrëtie. Se vjen policia aty, vjen sigurimi, vjen psikologu me të këshira jeme me mirë, vjen pedagogi këshira si ki sjelljet, do më thonë, këtë jem në bikqyrje. Edhe vjen një basri, një hoq. Edhe i thom ati une, Allahu ka thonë, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Unë i thom ati, Allahu ka thonë, ti që e ki mbush vetën me shumë gjunohe, mos i hub kur shpresët e Allahu Gjeleshanu, të mëshira e Allahu Gjeleshanu. Jep një shpresë. Allahu ti falë të gjitha gabimet. Ti para mendo që ishi izolum 23 orë, se një orë ki vetëm me shetitje, dhe atë shetitjen që e ban vetë, se ban me qirë. Dhe më thonë, zënë ti 24 orë je
I uzulon vetije. Edhe vi, unë i thom, mos i hup shpresë se Allah të ka thonë. Mos i hup shpresë të mëshira Allahu xhaleshano. Ati ndodh një rrotullim të mendimesh në krije. E krijon një qetësi edhe nalet fillon mendon pozitivisht. Edhe ai fillim me mu si zakonisht shumica të burgosurve kur bisedojnë me mu, kur foli kështu individualisht me ato, bëjnë muhabet ushqimi, çka ki merak me hunger. Valla i ka merak pizzat, i ka merak dönerat. Valla nana do herë i ban kështu. Mas 10 herë kur e takoj, fillon muhabetet me u ndryshu, me hima personale. Mas 20 herë fillon çaj buri i madh. Kur të fillon ai çaj ose ti shpreh ato që i kam thellë në zemër, e dikton se është njeri si kërqirt. Apo ka bë krim. Ai përmesohet e bëhet komo si ai nisë bëhet një ndër banor më të mirë të shoqërisë. Apo ka bë vrasë, ndodh, çfarë më bën? Allah inshallah uzon e ja fal gabimet. Edhe njeriu që burgoset deri më i jepet mundësi që ai ta përmesojë vetveten. E tash këtë punë e bëjmë na. Është e zorshme, valla është shumë e zorshme. Se ti ki punë, tash varet që në çfarë kategori njerëz ki punë, se ki mundësi me kam me ato që ka bën kriminalitet të lehtë. Por ki edhe me ato që unë sot kësaj dite punoj edhe me ato që janë kriminalitet të lartë. Por unë kurës nuk e shoh njeriu negativ. E urej veprën që ka bë njeriu se ne urej. Vepra e keqe, e merr dënimin vetëm por konto e mor dënimin. Edhe ati imi për këshillu për ndihmë. E tash në burg ka lloj njerëz. Ki kategorisë të rënd, ki ato më të lehtë, ki ato që s'kan lidhje në fjali vendi. Si njeriu kur i ban disa veprime e ka kaplu e keqe, si thënë ana në gjuhën popullore, harami të ka marrë përpara. Kur të merr harami përpara, ti nuk shef edhe përfundon në burg. Edhe vjen një njeri si unë, që është në këtë detyrë kujdese shpirtërore, udhëzime, i jep këshilla, e ndihmon, e ban. E unë vetë duhet me përgatit vetveten me dhon shpresë vetvetes. Që mi dhon? Mi dhon qirve. Psikikisht duhet me qenë i fortë. Edhe duhet me qenë i sinqert. Ai që është ballë meje, duhet me pas besim të une. Si krijohet besimi? Duke net në fjalë. Duke dëgju. Sa të folin, shprehin. Ka dikush që s'fol hiç, ka pas rast. Ali Efendi. Kimi ai më ka ftu mu, ka kërku bisedë me mua. Ulemi bashkë, s'flet hiç, vetëm këshirë. Unë këshirë, ai këshirë. Provoj të foli, ai s'fol, se të kanë përgjithë, vetëm këshirë. Ama ai kishte pas si me mba analizë. Me këshirë çfarë personaliteti jam unë. Edhe, çka ndodh me punën tonë që e bëjna? E ndryshojnë njeriu me dimën e Allahu xhaleshano, bëmi sebeb që njeriu ta ndryshojë vetveten. Kur ndodh që njeriu ndryshojë, pa kur del nuk ka problem shoqëria pastaj. Burki nuk ka vetëm për me dënon njeriu. Tash feja islame na ka mësuar këto senet. I burgosuri ka drejta sikur njeriu i normal. Ai pa merr dënimin e vet që e merr. Edhe çka është interesant Ali Efendi, thuhet pasaqë kur ishim në Egjipt se një prej dietarëve të Egjiptit ka thonë shkova në Evropë dhe hebtu ila Europa ra'aytu al-islam bidun muslimin. Shkova në Evropë posh islam pa musliman. Udhkeva këto në për tokat islam me arabe posh musliman pa islam. Tash me të vërtet në disa sende islami është më aktual kështu në atë aspektin përgjithshëm. Sistemi. Si funksionon. Respektohet njeriu, nderohet njeriu. Apo ka kriminalitet jepet mundësi. Spitalet. Ati jam vetëm si
thirin, do herë se ka imam që punojnë të rregulla gjë, kur ka shumë kërkesë pune, më thirin edhe mu. Përpara kam qenë ashtu edhe sot e kësaj dite jam ashtu, përpara këtë sipas punës e situatës. Para mendo një non që e ka hup fëmijën. Ndodhin edhe këto, Ali Efendi. Tu lind, i vdes fëmija. Unë e lind nevojë për hoxhat. Është me të vërtet do raste të rënda. Fëmija 5 vjeçar vdese. Nona ati, çfarë gjendje psiqike janë ato? Çfarë gjendje janë ato? Kur shkon hoxha te po jap shpresë. Po jap një kushëllim. I ndihmon ato. Ku ki pa ti këtë mirësi me avas? Kemi pas raste, Ali Efendi, fëmija e vogël vdese. Në pavarësive tonë. Nona aty çfarë gjendje mund të jetë ajo nona? E tash hoxha i cili është i përgatitur profesionalisht. Se nuk mund të si cilë hoxha dalë atje. Se e hoxha që është në hutbe, që kallzon dersh hutbe ose i fal namazet, nuk e mund ta bëjë këtë punë. Vërtet. Këto përgatiten njerëzit në aspektin profesional. E din Ali Efendi sa problemet i zgjidh në këtë mënyrë, si në burgje, si në spitale. Pa numër të Kriminaliteti pikës pari ullet në shoqërinë ato të cilët janë aktiv në burgje. Por pastaj mas burgjeve çka ndodha me lan lirë njeriu? Po ka programe Ali Efendi. Nalet kriminaliteti, i jepet një rëndësi, i ndihmohet në ruhet shoqëria, nalet problemet shoqërore. Kjo është ajo punë që duhet bëhet. Këto ka shumë nevojë këto. Vërtet. Nevoja është. Edhe duhet me marrë këtë si jernek me sjell edhe këto. Bile shumë vonë janë në këtë metodë. Se dikushi mund kese paragjykime për Evropë, për kështu, për ndallojnë këto që i shohim në media dhe ajo që është në praktike. Aktuale në shoqëri. Di gjëra ndryshe. A ka diçka të vërtet nga ajo që e shohim? Po ka, normal që ka, nuk them se s'ka. Por folin në atë aspektin e jetës praktike. Vallahi janë disa gjëra që janë shumë mirë. Shembull, Ali Efendi. Tash kur hime në këtë aspektin. Ta bëjnë një krahasim në shoqëri. Njeriu në Islam është i respektuar, Allah e ka ngrit njeriu në nivelin më të lartë dhe ka krijuar në mënyrën më të mirë. Edhe Allah na ka dhënë menën. E nëpërmes menës ti bën punë të mira. Për shembull, rrugët janë të pastërta. Ki e rren shoqërore. Ki sistem të strukturum që ti lehtësojnë senet. Shkosh spital që dolesh për spitalit, shnoshe mirë për që atën spitalet. Ki hinë në burg, për me ndalë për burgit, ndryshën nga asaj që ti i ndenu. Çka do më thonë kjo? Kjo do më thonë se njeriu nderohet dhe respektohet pa më parasysh se kush është. A është islam kjo? Ka shumë islam e këto. A ka gjëra tjera? Normal që ka gjëra tjera se nuk është sistem islam, por ka gjëra thelbësore që në islam e ka shumë. Për këtë shkak është kjo fjala e njohur, shkova në Evropë, po është islam pa musliman. Tash, shoqëria këto mund ta bëj këtë pyetje ti. A ka kriminalitet shumë? Me siguri që ka. Edhe janë të rënda. E tash, derisa ka kriminalitet, apo mire dikush në këtë aspekt me zbut punën. Apo vetëm sistemi shtetëror e merr, e fut në burg, e let
në burg në disa vite, e nxjerrin pi burgit, Ma ekspert. edhe e lanë që shtu Ekspert të prapë. krimit. Çka ndodh me personin që dal pi burgit pastaj? Çka ndodh me atë? A ndryshon, as nuk ndryshon. Këtu pa sisteme. Çka është më ndryshe? Ne jemi në jetën e Ballkan ku kemi kaluar në për luftra. Hala ajo problemi favorie, luftës, kemi familje, kemi njerëz, kemi rreth e ka këto që janë konë në luftra, kanë përjetu luftra, shoqëria ka përjetu gjëra shumë të rënda, që sot kësaj dite jeton, është një shoqëri që ka përjetu gjëra të cilët ende janë në mesin tonë. A mire dikushi me këto gjërat? A mire dikushi me problemet psiqike që i kanë rinia? A mire dikushi tash, leje onesh këtë që ka thomone tash? Me AI, me inteligencën artificiale, një zhvillim që anë të ndodhë në shoqërinë tonë, që në qofë se nuk shkojnë me këtë zhvillimin, një kina me mesë që më prapë, që ka të ndodhe, Ali Efendi? Në shoqërinë tonë, jo vetëm këto, në përgjithësi, do hupet ajo shpirtërorja. Se të gjithë përgjigjet i gjenë atash në AI. Kur njeriu lidhet shumë me këto programet inteligjencës artificiale, automatikisht edhe neve na ndodhet ajo largimi i shpirtit nga realitetit. Bëmi njerëzit ftoft. Si robotët. Si robot bëmi. Se këtë përgjigjet i marrë për një robotit. Që në ndodhe mas nej? Roli i imamit hupet. Dëzbejet. Qëfar lidhe dhe kete gjemate me imamin kur i gjenë këtë përgjigjet në këto? Sakt. Duhet lidhet njeriu me gjematin. Këtu, tash për momentin, nuk eksiston këtë problem, por është duke shku nga jo. Tjetra, fëmijët tanë, që kanë po Dënimork? Dënimork nuk lejohet në shkollët fillore me pas telefon fëmija me veti. Dalohet. Ska drejt me liq, me liq. Ska drejt fëmija me hap profil në për rrjete sociale, deri sa ti mushe 14 vjet me liq. Këto janë gjërat e cilët ato e kanë pa rrezikshmërinë asaj. Kam në një mburoj para kohë. Para kohë. Kjo duhet ndodhe. Këto e kanë pa në spitale, e kanë pa në burgjin, e kanë pa në shkolla, e ka pa këto, e ka pa gjë. Pse? Se para mendojnë 10, 20, 30 vjet përpara. Ta ruaj shoqërinë. Ta ruaj shoqëria. Edhe nisi musliman duhet me pas të gajle tona. Nisi musliman duhet me pas. Ne që jemi njerëzit oficial të me mendo këto ma thellë. Duhet me mendo si bëhon këto senet. Duhet me majt konferencash, duhet me majt seminar, duhet me majt këto, duhet me mëson njerëzit këtë zhvillimin që janë të ndodhë tash në shoqëri. Ti pare mendo këto gjërat ekzistojnë që sa vjet na për perëndim, ne hala si kimi në këto. Para shtrohet pyetja. A mund krahasohemi me strukturë ne me perëndimin në këtë aspekt? A falet gjumoja në burg? A kanë drejt me liq? Allahu alem. Por duhet të shërtohen, pësa është jo mire në dëni individit ose dëni institucionit, kjo e mire shtetërore. Shteti përfiton për kësaj. E rahaton disa gjërë që shteti duke ka më masën e problem. Farmersia është kjo. Je që na konvendon neve që ndoshta thoj za me punësu dikan, ajo që me këto janë mohabete kota, nëse bëhet çto mohabete. Këto janë gajle shoqërore. Gajle madjona. Sfida që çdo kush mendoj që i prek të ardhmen. Po patjetër që duhet mendohen, duhet shërtohen edhe inshallah të realizohen. Amin inshallah. O që ndëruar kënaqësi edhe pse ndoshta një pjesë e pyetjeve përgjigjeve, muhabetit, ndoshta ka ngelur i mangët, por shpresojmë që edhe, pse jo edhe më tutje, që dhe një emision të radhës, do t'i blosojmë ndoshta këta që na kanë mbet pa i thonë.
Shumë faleminderit që keni qenë pjesë e emisionit Miftënia podcast. Faleminderit shumë edhe një herë ti Ale Efendi edhe gjithë stafit tuaj me gjithë Miftin, edhe vërtet ishte kënaqësia imja, edhe unë sot kum fol shumë rahat, edhe nuk kam bisedu me juve ose edhe ato që të na dëgjojnë tash mënyrë profesionale ose institucionale, kum fol si personalitet i thjesht, i cili shef disa gjërat me një këndvështrim tjetër. Edhe qëllimi jem këtu është se me dëgjoj diçka pakës më ndryshe për asaj që është mëson njëri me dëgjon. Vërtet. Ky ka qenë qëllimi, inshallah kemi arrit pakës edhe të dëgjuesit me kuptu se jetojnë me një botë ku mendimi ndryshe mund të jetë i bereqetshëm. Inshallah. Allah na ndihmoft edhe Allah ju dha suksese të ardhmen. Faleminderit. Edhe ju inshallah Allah ju ndihmoft atje në xhamit, në punët e juaja. Allah qoftë i kënaqur. Dhe inshallah zhvilloheni po atë sa i keni edhe projektet e juaja inshallah. Inshallah. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ju faleminderit që na ndjekët. Kto është edhe fundi i emisionit. Mysafir kishim hoxhën e nderuar Basri Efendi Kurtish, imam në Kopenhag. Allahu është shpërbleft që pranoi ftesën të jetë me ne deri në emisionin dhe edicionin e radhës. Mirëmbëjtje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.